Dyshimet e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve mbi veprimtarinë e disa organizatave jo qeveritare bën që sekretariati të ndryshojë rekomandimin fillestar për akreditimin e vëzhguesve të tyre për zgjedhjet e 12 tetorit. Njëra prej arsyeve ishte aplikimi me 259 vëzhgues i një organizate e themeluar një javë më parë. Ishte një organizatë për cilën kur s'kam dëgju për para, edhe me numër jashtëzakonisht të madh vëzhguesve. Fuqia e zërit 259 vëzhgues. Ka mundësi vetëm në sqarim? Nuk mendoj që është e vetmja, ka dhe organizatat e tjera, për të cilat ngresh shqetësimin dhe dilemën se sa janë funksionare, sa kanë aktivitete dhe sa mund të jenë vërtet reale kështu në kuptim edhe të përfaqësimit edhe të punës që ata do ta kryejnë në ditën e zgjedhjeve. Flas për qendrën ndrinore në shtime me 49 vëzhgues. Por ushtruesi detyrës së kryeshefit të sekretariatit të KQZ-s Besnik Buzhala tha se të dy organizatat e përmendura i kanë plotësuar kriteret që kërkohen, e me këtë nuk u pajtua antari i vetëvendosjes Alban Krasniqi. Njëra prej kritereve që kërkohet për dokumenteve është që organizatat e qeveritare të jenë të regjistruara sipas ligjeve në fuqi, të jenë të regjistruara në institucionet përkatëse. Ekziston rreziku permanent i futjes ndikimeve të huaja nën petkun e vëzhguesve. Mendoj që nuk është çka thjesht, me i kthyer tek kriteret teknike qaq ngushtësisht. Sami Hamiti nga LDK-ja si shqetësim ngriti një tjetër organizat që po ashtu ka aplikuar për tu akredituar. Kjo udruženje Građana Restart, tani është organizat jo qeveritare vendore. Ajo ka mujt me marrë një dokument të tillë, po kjo organizat është e Republika Srpskës. Është një organizat jo qeveritare e cila mas pakti është jo qeveritare atje sepse duan funksionin e pushtetit atje. Edhe për krah, individ edhe politika caktuar edhe atje. A mundet me pas dyshime për këtë organizatë mbase edhe mundet me pas. Po zyra nuk e ka obligim e trajton vetëm dokumentacionin që ata sjellin në zyre. Kjo është çamë më thonë. Pas disa minutave pauzë, antarët e KQZ-s u dakorduan që të akreditojnë vetëm një pjesë të organizatave, por 7 prej tyre, ndaj të cilave shprehën dyshime, kërkuan të ofrohen sqarime shtesë. Kësaj nga 33 organizata ndërkombëtare, organizata jo qeveritare dhe përfaqësi diplomatike me gjithsej 1032 vëzhgues, sa u propozuan që të akreditoheshin fillimisht, të mërkurën KQZ-ja aprovoi kërkesat e 26 prej tyre me 521 vëzhgues. Në lidhje me diskutimet e bëra, koha ka dërguar pyetje në adresat e 3 organizatave jo qeveritare të përmendura në mbledhjen e KQZ-s, por nuk ka marrë përgjigje.